Ditën e sotme, brënda shtëpisë së Big Brotherit ka shpërthyer një tjetër situatë e pazakont dhe tejet e tensionuar, e cila ka vënë në qendër të vëmendjes vetë thelbin e këtij formati. Miri, një nga banorët më të drejtpërdrejtë dhe më kritik të këtij edicioni, ka hedhur dyshime të forta se produksioni po manipulon qëllimisht situatat brënda shtëpisë për hir të shikueshmërisë. Sipas banorëve të pranishëm, deklaratat e Mirit kanë ardhur pas një bisede të gjatë në ambientet e përbashkëta, ku ai është shprehur hapur se ndjen se disa ngjarje nuk janë më të rastësishme. Në fjalët e tij, Miri ka thënë se produksioni po na manipulon situatat për shikueshmëri dhe se, sipas tij, po bëhet qimja tra, duke nënkuptuar se po krijohen tensione artificiale dhe keq interpretime të qëllimshme për të nxitur konflikt. Këto deklarata kanë shkaktuar reagjime të menjëhershme në shtëpi. Disa banorë kanë tentuar ta qetësojnë duke i kërkuar të mos nxjerrë përfundime të nxituara. Të tjerë, përkundrazi, janë treguar të gatshëm ta dëgjojnë dhe kanë pranuar se edhe vetë kanë ndier momente të paqarta gjatë ditëve të fundit. Atmosfera është bërë e rënduar, me debate të zëshme dhe me një ndjesi mosbesimi që është përhapur mes banorëve. Për herë të parë, diskutimi nuk ka qenë mes tyre, por mes banorëve dhe vetë realitetit që po përjetojnë. Fjalët e Mirit kanë hapur një plag të re në shtëpi, dyshimin. Situata është ndjekur me vëmendje edhe nga produksioni, ndërsa banorët kanë vazhduar të diskutojnë nëse ngjarjet e fundit kanë qenë vërtet spontane apo të nxitura qëllimisht për të krijuar reagjime dhe emocione më të forta. Ndërkohë, jashtë shtëpisë, kjo deklarat ka mjaftuar për të ndezur reagjime të shumta dhe debate. Publiku ka nisur të pyes veten nëse dyshimet e Mirit janë thjesht pasojë e presionit psikologjik apo nëse brenda shtëpisë po ndodh diçka më e thellë se sa ajo që dëgjohet. A është kjo një krizë besimi? Apo lind një përqarje mes banorëve dhe produksionit? Dhe a do të ketë pasoja këto akuza për vazhdimin e lojës?